Zoti Brataj, 2025, si do ta vlerësonit ju si vit? S'kam mbaruar akoma për mua. Po, e tham, deri në 12:00:31, atëherë mbaron për juve fiks edhe orari punës. Sigurisht që sektori në cilin unë gjendem është një sektor gjithmonë i papriturës. Kështu që sa do të bësh planifikim, ka diçka më shumë gjithmonë, por që sigurisht që ka qenë një vit i ngarkuar, një vit pune, aktiviteti në të gjitha fushat, sepse ne urgjenca ka 360 gradë mjekësinë, por sigurisht që ka dhe sektor të tjerë, si që është trajnimi, si që është standardi i sistemit, si që janë koordinimi i tyre, dhe standardizimi dhe ndjekja në kohë reale e gjithë tyre problematikave është një problem shumë i madh, sepse shumë institucione shumë herë i bëjnë pengesë njëri tjetrit, edhe pse janë në të njëjtës fushë, dhe duhet mes departamenteve në përgjithësi në QSUT, po edhe në përgjithësi besoj që urgjenca duhet jetë ajo më stresuesja, se besoj që gjithë profesioni mjekut në përgjithësi ka shumë stres, sidomos kur bëhet fjala për ndihmën e shpejtë, kirurgët besoj që kanë shumë stresues, shumë të ngarkuar, me shumë presion, me shumë trysni, po dhe urgjenca besoj që duhet mbaj flamurin në këtë pikë. Urgjenca është aja, sepse nëse një njeri ka nevojë për urgjencën, o do të marrë intervent, do veshti trokasësh në shtëpi, o do vi do trokasit e dera spitalit kur hyn. Keni vajtur ndonjëherë në jetën tuaj në urgjencë? Patjetër. Ke vajtur, ë? Rezarta po. E kam përjetuar si vizitore urgjencën dhe imagjinoj se sa stres mund të jetë për familjarët më të afërt apo mjekët që vinë aty për dikoj që ka nevojë për një ndihmë dhe ndërhyrje të menjëhershme. Është vendi ku përballen gjithçka. Mjeku është në presionin e vendimarrjes për të smurin, se ai varet jeta e vet. Nga vetë kolegët, nga familjari, nga të tjerët që janë rreth, je në nënvëzhgim se çfarë bën ti. Por jo të gjithë e përjetojmë atë presion në të njëjtën mënyrë, ose vetë anë emocionale dhe profesionale. Kështu që është një ngarkesë shumë e madhe që duhet menaxhuar shumë herë më mirë, duhet krijuar dhe kushtet që sepse kur vendos për jetën e një personi, ti vendos për jetën e ti, nuk duhet të jesh në presion nga dikush, ose i vëzhguar, ose i përgjithësia është kaq e madhe sa nuk mund të mbash dot akoma. Gjithë energjia duhet të fokusohet pikërisht aty. Duhet të fokusohet aty pa u shpërndar nga ana tjetër. Po jo të gjithë e kuptojnë këtë, sepse imagjino çfarë stresi dhe përgjegjësie kanë dhe ata që janë rreth rrotull. Ngarkesa emocionale. Shumë e vërtetë ajo. Është i vështirë menaxhimi në këto momente. Është shumë e vërtetë ajo, vetëm një gjë kemi mangut, informacionin, informimi. Pra, qofse qytetari e dëgjon shumë herë që jeta e fëmisë tënd varet nga vendimi im, nuk e çet në bërtasësh të mshash, të më ofendosh, të më dërgosh dikë. Do super vet kontroll. Po duhet të informohet që po ta marrësh kështu, askush mendon që unë vendos për jetën tuaj në atë moment. Ajo merret si sfidë personale, nuk merret si profesionale. Mira, kjo çështja e vet kontrollit në profesionin tënd, sa e ndjen ti, sa i rëndësishëm është? Pasi foli doktor Brata, më duket kur shumë e thjeshtë pa diskutim, sepse çdo profesion tjetër ka përgjegjësitë e veta, ka vendimarrjet, por asnjëherë vendimarrja nuk shkon deri tek jeta e njeriu, që ajo është e para, mendoj. Unë doja të të falenderoja shumë për ftesën, Rudina, sot, edhe për temën, sepse kur më erdhi pyetja, mendova, për mua viti gjithmonë fillon bukur se unë kam lindur në janar, kështu që filloj me festë, filloj shumë mirë. Por tani që jemi në dhjetor, jemi në ditët e fundit, ndjesha shumë e lodhur, e stresuar, sepse në një punë që është gjithmonë me afate, ose në dita që janë gjithmonë me afate, ose për mua si mama që çdo gjë është me afate, harron të shohësh aspektet e bukura. Edhe po mendoja që cilat janë ato momentet e rëndësishme. Në fillim, nuk dija të gjeja, po të them seriozisht, nuk po gjeja diçka që me vërtet ja vlente në mendimin tim për të ndarë me tjerët. Por aq më shumë e bëra këtë analizë në orët që vijuan mbas ftesës, gjeta disa që do t'i ndaj me ju më vonë dhe mendoj që shumë e rëndësishme që gjithë në fund të vitit të bëjmë sërish një bilanc të mirënjohjes së ditëve që kemi pasur. E vërtet. Ramona, po për ty si ka qenë 2025-a? Me shumë çfarë me koncerte, unë u bëm vite, në fakt që vitin e ri nuk e pres në Shqipëri. E pres në Sofje me çfarë që ato bëjnë gjithmonë për fund vit. Dhe ftojnë të gjithë solistat që i kanë në vende të ndryshme të botës. Ti shkon privatisht nga ana jote apo? Jo, unë shkoj sepse unë performoj, jam e ftuar që këndoj. Po, dhe u bën, mund të them 5 vite. Vërtet. Që unë e pres gjithmonë vitin e ri vetëm
në herë vjen mami me babin me djalin. Ja, pra këto s'do i kisha besuar që ti shko në Sofje vetëm, për vitin e ri, se duke pasur parasysh edhe origjinën e mamas tënde, mendova që shkoni të gjithë familjarisht. Mundojmë të marrë disa, sepse nuk mundet gjithmonë të gjithë. Unë kam një gostë të vogël që në dimër bëhet pak e vështirë që ajo të udhtoj. Dhe e pres vitin e ri atje, duke kënduar me njerëz të huaj, që tashmë edhe i njoh, po prapë nuk është njësoj si t'jesh në vendin tënd, në shtëpinë tënde dhe ta festosh vitin e ri. Megjithatë më pëlqen sepse më gjen gjithmonë ajo ora 12 Ti e bën gjithmonë emër të profesionit, po, dhe disa herë kam bërë nga këto videot live në 12 natës, duke u kthyer nga salla për t'i uruar të gjithë me sa mundesha për t'i uruar për vitin e ri. Po thoj që për ty nuk ka qenë një vit i lehtë, apo jo? Një vit goxha i vështirë? Po, dhe si që nisëm në fillim, për mua ka qenë pak i vështirë, sepse kam pas një luftë të brendshme brenda vetes, midis se projektova mirë edhe largimin nga jeta e babait. Megjithëse shumë e vështirë, projektet duhet vazhdojnë, marrëdhëniet midis këngëtarëve duhet vazhdonin, duke qenë që studio dhe projekte mia janë të hapura gjërësisht, pra jo vetëm projekte me këngëtarë të caktuar, por edhe projekte televizive, më shumti me TV Klanin, por kam gjetur forcën, pastaj ajo pjesa emocionale imja ka qenë pak e rënë dhe ti duhet krijosh, por gjithsesi duke luftuar, duke gjetur vetveten, them që ka qenë një vit i mirë, por jo ajo që unë kam pritur tek vetja ime, më saktë.